Kina sapo e tronditi botën me atë që po ndërton. Kina sapo e tronditi botën me atë që po ndërton. Por ja për çfarë nuk flet askush. Ndërsa media perëndimore të mban të shpërqendruar, Kina po ecën përpara neshtje, duke ndërtuar një të ardhme që duket si nga fantashkenca. Sistemet inteligjencë artificiale që mendojnë vetë, makina që zvendësojnë njerëzit, qytetet drejtuara tërësisht nga algoritmet. Dhe megjithatë, mezi dëgohet ndonjë përshpëritje në perëndim, sepse ajo që po ndodh tani nuk ka të bëjë vetëm me qytete inteligjente apo taksi fluturuese. Kina po ndërton diçka shumë më të fuqishme, një ushtri robotësh. Dhe sapo të shihni se çfarë mund të bëj, do të kuptoni se ardhmja nuk po vjen. Ajo është tashmë këtu. Dhe Kina po e udhëheq atë. Le të fillojmë me diçka që tingëllon e pamundur. A i mbani mend kur shpërndarja e picave nënkuptonte pritjen e 30 deri 45 minutave dhe shpresa se do t'i ishte ende ngrohtë? E po, Kina tha jo më. Ata kanë krijuar një rrjet të tërë dronësh shpërndarje që mund të sjellin ushqimin tuaj në vetëm 15 minuta dhe janë të saktë në minutën e saktë. Kompania Meituan ka bërë tashmë mbi 300.000 shpërndarje duke përdorur dronë. Kjo është si të shpërndash ushqim për çdo person në një qytet me madhësi mesatare. Dronët fluturojnë në